Allahun e falënderojmë që i takon madhnisë Allahut, që na ka bërë musliman dhe na ka bërë prej krijesave më të privilegjuara. Na ka bërë nga krijesat më të ndershëm. Salata dhe selam i dërgojmë pejgamberit alayhis salam, familjes tij dhe gjithë atyre që ndjekin rrugën e Islamit deri në ditën e Kiametit. Nga Allahu i Madh kërkojmë që Allahu mos na ndan nga udhëzimi i Tij, të jemi në rrugën e Tij ya Rabbel Alamin. Në këto minuta që pranohen lutjet prej Allahut kërkojmë për gjithë ne dhe gjithë muslimanët, Allahut na fal gjunahet neve dhe gjithë besimtarëve. Prej Allahut Madh kërkojmë që Allahut na mëshiron me rahmetin e Tij në këtë dynja dhe të na mëshiron në ahiret, na shpërblen me xhennet ya Rabbel Alamin. Besimtarë nderuar, koha është me shi, mesazhi shumë i shkurtë i kësaj hutbes. Allahu e ka krijuar prej gjithë krijesave njeriu krijesën më të ndershëm, më të veçantë. E para, njeriu Allahu e ka krijuar vet. Idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Thot Allahu i lajmëroi melaqet e Tij dhe i tha, unë jam ai që e krijoi njeriu prej baltës. E dyta, privilegj që Allahu na ka kriju neve. E dyta, wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa razaqakum fa tabarakallahu rabbul alamin. Na dha ahsana suwar, na dha shablonin, formën më të mirë për gjithë krijesave. E treta, Allahu po thot në Kur'an, Ar-Rahman është prej emrave të Allahut, bëmirësi Allahu Rahmani, na mësoi Kur'anin dhe na mësoi fjalën neve. Prandaj komunikimi i njeriut me fjalë dhe komunikim që ngritemi më lart me fjalët e Zotit, Allahu na dha mundësi që të mësojmë fjalën. Kush na mësoi? Allahu. Pastaj tha wa hadaynahu an-najdain. Allahu na privilegjoi dhe na tha i keni dy rrugë. E keni ose khairin ose sherrin, ose xhennetin ose xhehenemin, ose hidayetin ose dalaletin. Dhe funit i dham njeriu përgjegjësi emanet. Allahu na ka kriju, Allahu na ka kriju në formën më të mirë. Allahu na mësoi fjalën, Allahu na tregoi rrugën e khairit dhe të sherrit. Dhe në fund Allahu na dha përgjegjësi. A jemi të kryna përgjegjësinë apo jo? Mos më zgjat më shumë. Njeriu me logjik dhe kafsha me instinkt. Kafsha me instinkt sulmon atë sa ka nevojë dhe kafshon atë sa ka nevojë për organizmin e tij. Zakonisht sulmon kur është e undë. Njeriu kur është më i ngopur sulmon më shumë. Siç janë të sulmu të pasurit në botë sot, po të rriturit në shpirtin dhe në mendjen e tyre, dhe në zullumin e tyre. Prandaj, këtë mirësi që Allahu na ka kriju në formën e më të mirë, e na ka dhënë mend, e na ka tregu rrugën e drejtë, e na ka zbrit Kur'an, edhe na ka dhënë këtë përgjegjësi, ta çojmë këtë emanet. Ta çojmë emanetin ton karshi Allahut, karshi njerëzve dhe karshi insanit. Prandaj, ulaike kal an'ami bal hum adall. Ulaike humul ghafilun. Thot Allahu në Kur'an, ulaike kal an'am, ata kanë sy po nuk shohin, kanë mend po nuk logjikojnë, kanë vesh po nuk dëgjojnë. Ata janë të sikur kafsha, bile edhe më të këqij. Pse? Se nuk e luajnë rolin e njeriu të njeri. Prandaj sot gjithë e dim se dikush don mi mbrojt drejtat e dikujna, e një kategorie të njerëz që dojnë me ndryshu kreaturën e Allahut që i ka kriju në qatë formë që i ka kriju. Nuk janë të kënaqur me kaderin e Zotit, e halama i ketë sa ato janë smut, po më të smut janë ata që i përkrahin këto të smut. Allahu po thot krejt këto cilësi ju kemi ndëru, ne i thojmë Allah, s'kemi nevojë për nderën tonë, ne dojna diçka tjetër, ne dojna mi kalu. Kafsha me instinkt vepron më mirë se insani në shumtën e rasteve, sidomos për grupin e caktuar që e kemi fjalën, s'po duam ja përmend emrin.
Prandaj nuk duhet më kompleksav na musliman hoxh, valla mos fol se këto janë të mbrojtur për këtë dynjas prej pushtetarëve, po këtë do të shkojnë në xhenem, unë asë në ndroj kreaturën që më ka kriju Allahu. Atëherë nëse ata e përkrahin, në t'i marrin shtëpiat e veta ata, në të mitësohen ata që ashtu dhe në të shtohen që shtohen ata, nëse shtohen. Allah i na falë dhe na udhëzoft. Elusim Zotin e madh që neve Allahu të na udhëzon rrugën e drejtë. Ta çojmë mesazhin e Allahut në vend, emanetin e Allahut në vend, emanetin e pejgamberit në vend, mos kompleksohemi, mos smuhemi me njerëz të smut, po të rrim me njerëz të shnosht, folim fjalë shnosha, t'japim ambicie rinisë tonë ta ndjek rrugën e Kuranit dhe Sunetit dhe të përfundojnë dëgjone me vëmendje. Dy rrugë janë. S'ka rrugë tjetër, kjo mesazh shumë i rëndësishëm. Fadhkuruni adhkurkum. Përkujtomni mu, thot Allahu, Allah i thot ju përkujtoj juve. Dhe nëse njeriu e harron Allahun, dhe Allahu ka me harru ata. Fadhkuruni adhkurkum, dhe rruga e dytë është nesullaha fanasiyahum. Ata e harruan Allahun dhe Allah i harron ata. Nëse ne jemi në grupën e parë që e kujtojmë Allahun, Allah i kur s'ka më në harru. Nëse ne harrojmë Allahun, edhe Allah i do të në harron. Elusim Allahun në ban nga ata që nuk e harrojmë Allahun, ja Rabbel Alamin. Elusim Zotin që gjuhët tona, zemra jonë, mendja jonë, trupi jonë ta kujton Allahun duke madhruar madhnin e Zotit, duke ndjek rrugën e burrit më të mirë të Resulullahit alayhis salam. Elusim Allahun na ruaj ndaj çdo kurthe të njerëzve, të inzve dhe gjinve, të njerëzve shejtan. Allahun elusim të na ruaj nga çdo kurth që e shohim dhe nuk e shohim. Allahun na forcoft në hak. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.